Zonja e grave të xhenetit duhet të çojmë prej punëve. Është interesant, përmendet një gjë zënke që ka ndodhur mes Aliut dhe Fatimës. Mirë po, Aliu radhiyallahu anhu është tërheq këtu. Për mos u bëjë madhe u tërheq. Shkon pejgamberi alayhi salatu wasallam në ditë të shtëpia e Fatimës, thot kush Aliu? Thot e kena pas i var muhabeti diçka, më ka nervozuar pak, thot edhe dul për shtëpis. Monieri burri kur nervozohet i vërtet gruas, bën atje dhe e çet për shtëpis. Aliu radhiyallahu anhu një zëm ka thjesht edhe thot ai dul për shtëpis, mu më lan shtëpi. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka ditë ku shkon Aliu. Shkon në xhami, ku shkon në xhami e kërcon gjumin në xhami. Xhamia pa të pija, po e deni. Edhe e shpështet tash një pjesë e këmishës që e ka pasi garon tokë dhe dheu i ka hyp në përmi këmish këtu. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam ty shkon në dheun, te i thon ku me butorop, o baba i dheut, o baba i dheut. E prej këto, një prej pseudonimeve të Aliut radhiyallahu anhu, që është përmend me tu, është edhe baba i dheut. E butoron për arsye se dheu i ka në këmish. Thënë djetarët është interesant. Fatimja radhiyallahu anha nuk i ka kallëzu pejgamberit alayhi salatu wasallam se çfarë problemi ka pas me Aliun. Sikurse çush ndodh me vojzat e sudit. Leje që e tregon problemin që e ka me burrin detaje. Po i shton, pastaj i rrite, i zmadhon ato dhe shkon ja paraqet babës vet. Burrin me cilin ka jetu deri dje, edhe është jetu me një shtëpi, ja paraqet sikur një përbendash. Ole mos shmoj me shku atje, sepse ai është bën jegër, është bën bersinish, prekurit u bë kështu. Pastaj leje babës, po i tregon shtëpisë, i tregon atij kretve, ja u tregon se burri jam kështu, burri jam kështu. Ndërsa Fatimja radhiyallahu babës vet nuk po i ka thënë. Thotë e patëm një zënk. Sa është më rëndësi që ka patëm as? E patëm një zënk, i nërrum disa fjallë të mira dhe dulej, mla mu e dulej. Shkaj në gjami, me flejnë në gjami. Do në lëgarit të Aliu radhiyallahu anhu, pronari i shtëpijës, bur, po e len, mas kësaj zënke, gruen për len shtëpi, vetë po shkën me flejnë në gjami. Mane, s'ka lidhje ku flejon, nëse ku përdo me thonë Aliu radhiyallahu anhu, s'ka lidhje ku flejon, s'ka lidhje që kam gjërë muë, mirë po në rëndësi është që mos ta shqetësoj Fatimën deri në qatë shkallë sa që me prek edhe pejgamberin alayhi salatu wasallam. Pra ata pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk u prek. Po shkoi e mor Aliun radhiyallahu anhu edhe e solli te shtëpia. Kjo është zënka e vetme që përmendet në jetën e tyre. Në jetën e Aliut edhe Fatimës radhiyallahu anhuma. Pastaj është interesant që Fatimja ka bërë punë trauma. Do punë fizike. Bile përmendin historianë se do më ka prej ato si lloj firi që janë, kjo bima që është firi, edhe është kujdes për devët që i ka pasë shtëpia, sa që durët ju kanë qa dhe i kanë kollu gjak. Fatimës radhiyallahu anha. Zonja e grave të xhenetit durët e qa me prej punëve. Sepse puna nuk e prish kërkonin, puna nuk e nëshma kërkonin, nuk e përbuz kërkonin, po e përbuz mendje madhësia, edhe mendja e vogël njeriu, qoftë moshkull, qoftë femër. Edhe shkoi një ditë, i thot Fatimja radhiyallahu anha, shkon te shtëpia e pejgamberit alayhi salatu wasalam, se gjomat. I thot që s'ku mordh, me thon pejgamberit alayhi salatu wasalam, ana jep një shërbëtor, ana i pagun një shërbëtor se u lëdhën. Kur vjen pejgamberi alayhi salatu wasalam te shtëpia, thot çështu ka ardhur Fatimja dhe e ka kërkuar një shërbëtor. Nisë drejt te shtëpia e tyre pejgamberi alayhi salatu wasalam. Kur shkon te shtëpia, ata veç ishin bogati me flejt. Edhe ja afrohet Fatimës radhiyallahu anha, edhe transmetimet thonë që ja ka qit kamën, çdo dikon te gjoksi, pejgamberi alayhi salatu wasallam shërtor po donia. Ai thot po ja Rasulullah, që durt. Mu kanë çau 1 milion. Thot a po doni më u tregu diçka që është më e mirë se sa shërptori, edhe keni mi po hajër më shumë se shërptorit. Thot para se më ron gjum, me thon 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, 34 herë Allahu akbar. Kjo është më e mirë se sa shërptori me pos këtë botë. Thot Fatimja, mo kur s'kemi lyp shërptor. Kur as nuk ka shku me ne, këtë punë ti kum kry vetëm. Vajza e pejgamberit, Fatimja radhiyallahu anha, femna e vlerave të larta, e edukume, intelektuale, kishme me i thonë me atë vlerësimin e sot, kishme me i thonë intelektualja e kohës, vajza e pejgamberit edhe punë fizike po i kryen të shtëpia vet pa fijën e problemit. S'po e dal, heqi dorë prej shërbëtorit vetëm e vetëm për shkak shpërblimit të madh që ja premtoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.